Jetën e përditshme shpesh nevojitet që të dhënat e ndryshme të ruhen në formë tabelore. Për këtë qëllim, mund të shfrytëzohen mundësitë e krijimit të tabelave përmes programit të Microsoft Excelit, i cili gjendet në përbërje të paqetit të programeve Microsoft Office të kompanisë softverike botërore Microsoft. Pjesë të caktuara të punës e Excelit janë të ngjashme me ato që shfrytëzohen gjatë punës në Word, i cili përdoret për shkrimin e teksteve. Por, Exceli ofron mundësitë e veçanta për përpunimin e të dhënave që ruhen në tabela, ndryshimin e tyre përmes llogaritjeve, sortimin ose dhe paraqitje të ndryshme grafike. Meqë kryesisht çdo shfrytëzues i programeve në paqetin Microsoft Office e fillon punën në Word, gjatë shpjegimit të punës në Excel nuk u jepet rëndësi e veçantë njohurive elementare që shfrytëzohen në Word. Këto do të jepet versioni 2007 me mundësitë themelore që i ofron ky program. Pasi gjatë punës me kompjuter përdoret kryesisht tasti majt i mute, në libër me shtypjen e tastit të mute ose me klikimin e këtij tasti nuk përcaktohet ndryshe, domethënë kur nuk përcaktohet ndryshe, duhet të kuptojmë shtypjen e këtij tasti. Hapja e programit të Microsoft Excelit, mënyra e parë. Nëse në desktopin e kompjuterit është vendosur ikona Microsoft Excel, e cila klikohet 2 herë mbi sipërfaqen e ikonës dhe paraqitet dritarja të cilën jemi duke parë tani. Pamja e programit të Excelit pas aktivizimit do të hapet dritarja kryesore me hapësirën punuese ashtu si hapësira punuese ka formën e një tabele me shumë rreshta dhe kolona. Gjithsesi gjenden 256 kolona dhe 65536 rreshta, përkatësisht me qeli të cilat fitohen në hapësirat prerëse të rreshtave dhe të kolonave. Të dhënat që shënohen në qelit e hapësirës punuese të ekranit, kompjuteri vendos në failin i cili njihet si libër punues, anglisht workbook. Gjatë aktivizimit të Excelit, libri punues emërohet automatikisht nga kompjuteri me emrin Book 1, gjë që shihet në mes të ekranit. Pozicionimi aktual në një fletë punuese shihet në shiritin e fletëve i cili gjendet në fund të hapësirës punuese. Ku është e shtypur pulla domethënë shit 1, me që aktive është fleta e parë, përkatësisht jemi të pozicionuar në të. Sipas nevojës, çdo libri punues mund t'i shtohet edhe fletë punuese të tjera, ose në fletët punuese ekzistuese brenda tij mund të riemërohen dhe të fshihen, për çka do të bëhet fjalë edhe më vonë. Në fletën e dëshiruar të librit punues kalohet duke klikuar pullën përpatëse të shiritit, kështu për shembull, pas klikimit të pullës Sheet 2, do të pozicionohemi në fletën e dytë, gjë që shihet edhe në shiritin e fletëve. Për lëvizje nëpër fletët punuese në tastier mund të shfrytëzohen kombinimet e tasteve CTRL me tastet Page Up ose Page Down. Kombinimet e tilla të tasteve ndryshe quhen shkurtesa dhe zakonisht shkruhen si CTRL plus Page Up dhe CTRL plus Page Down. Majtas hapësirës punuese vertikalisht gjendet shiriti i rreshtave në të cilën janë shënuar numrat e rreshtave 1, 2, 3 deri në atë numër që përmenda më herët, kurse me njëherë mbi hapësirën punuese është vendosur shiriti i kolonave. Në të përmes shkronjave A, B, X, Y, Z, si dhe kombinimeve dy shkronjëshe AA, AB, IS, IT, IU dhe IV shënohen kolonat. Pozita aktuale në hapësirën punuese përcaktohet me kornizën e tekstuar të qelisë përkatëse, ashtu siç duket qelia e parë në hapësirën punuese nga kjo pamje. Menyt që janë vendosur në pjesën e sipërme dhe të poshtme të hapësirës punuese përmbajnë vegla të ndryshme, të cilat përdoren gjatë punës në Excel. Shfrytëzimi i veglave në fjalë do të shpjegohet më vonë, prandaj në këtë moment atyre nuk duhet kushtuar vëmendje. Mënyrat e tjera të hapjes së programit të Excelit, ku në desktop për shembull të kompjuterit nuk gjendet ikona e Excelit, për aktivizimin e këtij mund të shfrytëzohet nën opsioni përkatës i cili gjendet në nën menyu e opsionit All Programs të menys rritëse të pullës Start. Për zgjidhjen e këtij nën opsioni, së pari klikohet pulla Start e Windowsit dhe në menyn rritëse përkatëse nën opsioni All Programs.
Pas kësaj në ekran paraqitet menyja rëndëse përkatëse me 9 opsionet Microsoft Office dhe Microsoft Excel, si në pamjen e VM. Nëse klikohet, domethënë në fund Exceli do të aktivizohet nëse klikohet opsionin Microsoft Excel. Pashtu ky program mund të aktivizohet edhe duke hapur një dokument të ri përmes opsionit New Office Document, që ofrohet në menyn rëndëse të butonit të djathtë të mirë. Zgjedhet opsioni New dhe pastaj në anë të zgjedhjeve të mundshme zgjedhet opsioni Microsoft Office Excel Worksheet. Na paraqitet libri punues i ri me emrin New Microsoft Office Excel Worksheet. Pastaj nga menyja All Programs mund të zgjedhet opsioni New Office Document. Pas kësaj, në ekran paraqitet dritarja New Office Document me shumë opsione brenda saj, për shembull siç shihet në figurë. Pasi të jetë zgjedhur opsioni Blank Workbook dhe shtypet pulla OK, do të aktivizohet Exceli dhe në ekran paraqitet hapësira e dokumentit të zbrazët ashtu si nga kjo pamje. Aktivizimi me hapjen e një dokumenti ekzistues. Exceli mund të aktivizohet edhe duke hapur një dokument ekzistues të shkruar më parë, i cili ruhet në memorien e kompjuterit. Për këtë qëllim, duhet të klikohet pulla Start, pastaj Microsoft Office Excel ruhet në memorien e kompjuterit dhe për këtë qëllim, e programit, klikojmë në Microsoft Excel 2007, ku në anën e djathtë paraqitet dokumentet e Excelit të punuara rishtazi. Mund të hapim Excelin edhe me ndihmën e librave punuese të arkivuara. Librin ekzistues punues të arkivuar në My Document e hapim duke klikuar në folderin My Document në desktop. Pas kësaj, në ekran shfaqet dritarja me folderin aktual My Documents dhe përmbajtja e tij. Për shembull, kjo dritare mund të duket si në VM, ku në folderin aktual My Document janë vendosur 10 nën folder dhe 8 fajla, prej të cilëve 3 fajla janë të krijuar në Excel. Para tyre qëndron ikona standarde e Microsoft Excel. Për të hapur fajlin ushtrimi 1, këtu mund të shfrytëzohet njëra nga menyt vijuese. Zgjidhet me mi fajli dhe pastaj klikohet pulla Open. Në kornizën File Name shkruhet emri i fajlit dhe pastaj klikohet pulla Open. Fajli klikohet 2 herë. Do të thonë mundësitë e hapjes së këtij dokumenti. Por nëse fajli i dëshiruar nuk gjendet në folderin aktual të ofruar nga kompjuteri, për ndryshimin e folderit mund të klikohet mbi shigjetën e kornizës në folder dhe si rezultat në ekran ofrohet njësitë memoruese të kompjuterit, njësia e disketave A, disku C, njësia e diskeve Compact Disk D, përfshir edhe listën e disa folderëve, për shembull siç vrehen në këtë pamje. Pas kësaj, mund të zgjidhet njëra nga njësitë memoruese, nëse për shembull zgjidhet Local Disk C, folderët e tij mund të duken ashtu siç janë paraqitur në këtë figurë. Të shohim shkrimin e hapësirën punuese si realizohet në kuadër të programit të Excelit dhe pasi të hapet hapësira punuese në qelit e saj mund të fillojë shkrimi të dhënave për të formuar tabela me të dhëna. Kështu për shembull, nëse krijojmë tabelën e shpenzimeve mujore familjare, si në këtë pamje, në hapësirën punuese ajo do duket kështu. Këtu gjatë shkrimit të dhënave është dashur që kolonat të zgjerohen duke e zbatuar procedurën e cila do të shpjegohet pak më vonë. Gjithashtu, shkronjat në titullin e tabelës janë nxjerrë me procedurën e cila është e ngjashme me atë që shfrytëzohet gjatë nxjerrjes së tekste në Word. Dritarja kryesore e Excelit me njërin nga mënyrat e përmendura më sipër në ekran hapet dritarja kryesore dhe brenda së cilës vendoset mënyra kryesore, shiritat me vegla dhe disa pulla aktive. Mënyra kryesore, në kuadër të saj gjenden opsionet si në përkalim në mënyrën kryesore, në tastier duhet të shtypet pulla Alt ose kursori i miut duhet të pozicionohet në njërin nga opsionet e saj. Pas kalimit në këtë mënyrë, përmes tastierës mund të lëvizim nëpër opsionet e veçanta, duke shfrytzuar pullat me shigjeta për lëvizje majtas e djathtas, kurse opsioni
i zgjedhur i mënyrës kryesore aktivizohet dhe në ekran paraqitet menyja me ikona përkatëse ose në tastier shtypet tasti Enter. Opsionet aktivizohen edhe duke i shtypur tastet e shkronjave të theksuara brenda opsioneve përkatëse, kështu për shembull nëse pas pozicionimit në opsionin Insert shtypet tasti Enter, ose nëse pavarësisht se në cilin opsion të mënyrës kryesore gjendemi, shtypet tasti në ekran do të paraqitet shiriti i veglave i këtij opsioni si nga figura. Nëse pas paraqitjes së veglave punuese kursorin e pozicionojmë të shigjetat në fund të zgjidhjeve, ku ekzistojnë ato, në ekran do të fitohet forma komplete mënyrës rëndëse të atij opsioni. Për shembull, ashtu siç vret nga dritarja aktuale grafikeve. Zgjidhja direkte e opsioneve të mënyrës kryesore. Opsionet e mënyrës kryesore mund të zgjidhen edhe direkt. Përmes kombinimeve të dy tasteve të tasierës, këto kombinime formojnë ashtu që pari shtypet tasti Alt, pastaj shtypet edhe tasti me shkronjën e theksuar në opsion. Kështu për shembull, opsioni Insert i mënyrës kryesore mund të zgjidhet nëse pasi të shtypet tasti Alt, shtypet tasti me shkronjën në. Këtu nuk ka rëndësi është në e madhe apo është në e vogël. Në dritarën e Excelit vendosen disa pulla aktive, të cilat mund të përdoren direkt ashtu siç është shpjeguar në VM. Pullat kryesore, të cilat gjenden lart majtas në fund të rreshtit të parë të dritarës së Excelit, quhen edhe pulla kryesore, sepse përmes tyre përcaktohet gjendja e dritarës në ekranin e kompjuterit. Pulla e parë, shih majtas, quhet edhe pulla për minimizim dhe shfrytëzohet për minimizimin e dokumentit të hapur. Nëse klikohet kjo pull, në ekranin e kompjuterit paraqitet gjendja e tij para se të aktivizojë dokumenti i Excelit në të cilin jemi duke punuar. Pulla në të cilin janë shënuar dy katror, po ashtu shih majtas lart, e paraqet pullën për zvogëlim të dritarës. Me klikimin e kësaj pulle, dritarja punuese e Excelit do të zvogëlohet dhe në praktik reduktimi i tillë shfrytëzohet nëse njëkohësisht është aktiv edhe ndonjë program tjetër në të cilin njëkohësisht punojmë ose nëse duam të aktivizojmë programet e tjera. Pas zvogëlimit të dritarës punuese në vend të pullës për zvogëlim në mes të pullave kryesore, paraqitet pulla për rritje, e cila shënohet me një katror, po ashtu majtas lart. Nëse klikohet pulla për rritje, prapë shihet majtas lart, dritarja kryesore e Excelit do të vendoset në tërë ekranin, duke e kthyer njëkohësisht në mesin e pullave kryesore pullën për zvogëlim. Pulla e fundit te grupi i pullave kryesore, shih majtas, është pulla për ndërprerje të punës së Excelit. Nëse klikohet kjo pullë, do të mbyllet dritarja e Excelit, përkatësisht në ekran do të kthehet gjendja para aktivizimit të Excelit. Gjatë ndërprerjes së plotë të punës së Excelit, kompjuteri mund të na pyesë për ruajtje në disk, në dokument të hapur. Veprimet që duhet ndërmarrë në këtë rast do të shpjegohen më vonë. Pullat që lidhen me dokumentin e hapur. Në fund të rreshtit të mënyrës kryesore janë vendosur 3 pulla, të ngjashme me ato që u shpjeguan më parë, të cilat kanë të bëjnë me dokumentin e hapur. Pullat të cilat kanë formën e pikpyetjes, minimizim, maksimizim dhe pulla close. Nëse klikohet pulla e cila shihet majtas në ekran, do të shihet dritarja e reduktuar e dokumentit në të cilin jemi duke punuar. Për shembull, ashtu siç shihet nga figura në VM. Në praktik, reduktimi i tillë i dritarës së dokumentit mund të shfrytëzohet për të paraqitur njëkohësisht në ekran edhe ndonjë dokument tjetër i cili është aktiv. Në këtë mënyrë kemi mundësi të kalojmë prej një dokumenti në tjetrin, për shembull për të parë të dhënat krahasuar, përshkruar e tjera. Që dritarja e reduktuar të hapet në tërë sipërfaqen e ekranit, duhet të klikohet pulla që shihet majtas. Përmes pullës për minimizim, afër pullës që ka formën e simbolin e pikpyetjes, dokumenti nuk shihet në ekran. Përkatësisht, për shembull, do të shihet pamja edhe si në figurën. Në praktik,
Dokumenti minimizohet për të vazhduar punën në ndonjë dokument tjetër të Excelit i cili është hapur njëkohësisht ose për të hapur një dokument të ri dhe shihet nga kjo pamje në këndin e majt poshtë pas minimizimit të dokumentit vendoset shiriti me 3 pulla për pamje si këto që jemi tani duke i parë. Përmes 2 pullave të para, dokumenti mund të kthehet në ekran me madhësitë e reduktuara ose me madhësitë e plotë. Pulla e tretë, në të gjitha pamjet e dokumentit në ekran, shfrytëzohet për mbyllje të plotë të dokumentit, libri 1, i cili aktualisht është aktiv. Pas mbylljes së dokumentit, hapësira punuese e Excelit është pasive dhe në të nuk mund të shkruhet më. Kjo hapësirë duket ashtu si shihet në këtë pamje. Shiritat me vegla. Në kuadër të dritares së Excelit gjenden shirita me vegla të ndryshme, të cilët përdoren gjatë punës në shkrem, ndryshim, ruajtje dhe shtypje e tabelave. Shiritat janë të vendosur rreth hapësirës punuese të Excelit dhe sipas zgjedhjeve mund të largohen nga ekrani ose mund të rikthehen në ekran. Këto, fillimisht vetëm do të përmenden shiritat me vegla që përdoren më shpesh, shiriti standard dhe shiritat e tjerë që varen nga zgjedhja. Kurse përdorimi i veglave të cilat gjenden brenda shiritave të veçantë do të shpjegohet kur paraqitet nevoja për përdorimin e tyre. Shiriti standard. Shiriti standard zakonisht gjendet i vendosur menjëherë në mënyrën kryesore dhe në kuadër të këtij përfshihen shiritat me vegla si në pamjen në VM. Për eliminimin ose rikthimin e zgjedhjeve të ndryshme të shiritit me vegla standarde zgjedhet opsioni More Commands ose rikthimin e zgjedhjeve të ndryshme në shiritat me vegla ku na paraqitet dritarja për dialog si në figurën në VM. Pra, kjo është dritarja e cila paraqet alternativen e lartë përmendur. Pas zgjedhjes së opsionit I shtohet shiriti standard pra, nëse klikohet butoni ADD, ndërsa eliminohet kur të zgjidhet nga dritarja e majt dhe shtypet butoni Remove. Pra, kjo është kur dëshirojmë domethënë të anulojmë atë mos zgjidhje. Shiritat e zgjedhjeve shohim në VM. Pra, ja dhe dritarja e cila na paraqet opsionin Remove dhe opsionin e paraprakisht të përmendur ADD ose ADD të shënuar. Shiritat e zgjedhjeve. Këta shirita paraqiten kur nga mënyra kryesore zgjidhet ndonjëra prej zgjedhjeve Home, Insert, Page, Layout. Këta shirita në dritaren e Excelit mund të vendosen edhe disa shirita të tjerë siç janë shiriti për diagrame, shiriti për vizatim, shiriti i pikturave, shiriti për lëvizje horizontale, për lëvizje vertikale, shiriti i statusit, shiriti i programeve aktive, për disa nga të cilët shpjegimet e hollësishme do të jepen më vonë. Ruajtja e librit punues. Të dhënat që shkruan në librin punues kompjuteri i ruan përkohësisht në memorien kryesore të tij. Nëse ndërpritet puna e kompjuterit, para se libri punues të ruhet në memorien periferike, në disk, për shkak të ndërprerjes së rrymës të dhënat e shkruar në librin punues humbin përgjithmonë. Prandaj, menjëherë në fillim libri punues mund të ruhet si fajl në memorien periferike të kompjuterit me një emër të caktuar, të cilit i shoqërohet edhe prapashtesë. Emrat e fajlave i zgjedhim si kombinim të shkronjave të numrave dhe të simboleve të tjera, kurse fajlat e krijuar në Excel zakonisht e kanë prapashtesën XLSX, të cilën nëse nuk e shkruajmë kompjuteri e shton automatikisht. Praktikohet që emrat e fajlave të jenë të afërt në natyrën e të dhënave që përfshihen brenda tyre, ashtu që më vonë të gjendet më lehtë fajli me përmbajtje të caktuar. Për shembull, fajli në të cilin do të ruhen tabela me produkte, të cilën e përmendëm më parë, mund të emërohen me emrin produkte. Në disk, ky fajl do të ruhet si produkte.xlsx, sepse, siç tham, kompjuteri automatikisht emrit ja shton edhe prapashtesën XLSX. Me qëllim të ruajtjes së organizuar të fajlave në disk, krijohen folder të veçantë. Për krijimin e folderëve për shembull mund të shfrytëzohet programi Windows Explorer, i cili gjendet në kuadër të Windows. Ruajtja e fajlit në folderin aktual. Për ruajtje në disk
Për herë të parë, në failin të librit punues, duhet të zgjidhet opsioni C, as, i cili gjendet në mënyrë rënëse nga opsioni file dhe një gjë të tillë do ta shohim domethënë nga figura në VM. Procedura për ruajtjen e failit në disk në fakt rrjedh si në këtë parë. Me klikim ose me klikohet opsioni Office buton i mënyrës kryesore për të fituar mënyrën rënëse të dhënë nga figura. Në mënyrën rënëse zgjidhet nën opsioni Si As, Excel Workbook, pas së cilës në ekran fitohet korniza për dialog. Nga figura e dhënë shihet folderi aktual është folderi domethënë ne kemi folderin Documents, pas së cilit në ekran shohim emrin e failit, pra tabela e ruajtur me emrin produktet në rreshtin e parë, këndi më i lartë dhe në shiritin e programeve aktive në fund të ekranit, një gjë që shihet domethënë nga kjo pamje. Ruajtja në folder për shembull, një ruajtje si të bëhet në folder të tjerë, për arsye të ofrimit të shumë mundësive që na ofron programi Microsoft Excelit, ruajtja mund të bëhet edhe në folder të tjerë. Nëse nuk duam që në failin e librit punues ta vendosim në folderin aktual, duhet të klikohet po zgjidhet majtas ku janë të shënuar folderet që gjenden në T. Si rezultat, ofrohet mundësia e zgjedhjes diskut C dhe pas së cilës e kemi listën e folderëve, për shembull ashtu siç shihet nga kjo pamje, e cila në kompjuter ndryshe mund të duket edhe kjo, për arsye se pamja në vijim ishte ajo e cila na pyet për mesazhin dëshirojmë ta ruajmë apo mos ta ruajmë atë punë të bërë paraprakisht. Ruajtja e failit ekzistues në disk. Pas ruajtjes së parë të failit në disk, përkatësisht pasi është përcaktuar emri i failit dhe folderi ku ruhet, ruajtjen e tij pas plotësimit ose ndryshimit mund të përdoret komanda save, e cila gjendet në menyn rënëse të opsionit Office buton të mënyrës kryesore. Në këtë rast, faili mund të ruhet më lehtë nëse klikohet pulla me pamje të disketës, e cila gjendet në shiritin standard, por komanda për ruajtje të failit mund të jepet edhe duke përdorur shkurtesën Ctrl+S. Dy mundësi. Përmes opsionit Save, e cila gjendet në këtë pamje, apo edhe nga klikimi i ikonës ose pullës të më thjesht, e cila ka pamjen e një disket, ose edhe me kombinimin e tasteve të tastierës Ctrl+S. Ruajtja e librit punues përmes tastierës pra realizohet në këtë mënyrë dhe gjithsesi duke shtypur tastin për ekzekutim, tastin Enter për mos të harruar. Mbyllja e librit të punës. Pas përfundimit të punës në një libër punues, ai mund të mbyllet për këtë qëllim shfrytëzohet komanda Close, e cila gjendet në menyn rënëse të opsionit File te menyaja kryesore. Por nëse faili përkatës i librit punues nuk është vendosur në disk, pas ndryshimeve të bëra, kompjuteri para mbylljes do të pyes se a duhet të ruhet të ndryshime, duke paraqitur në ekran mesazhin i cili shihet në këtë pamje. Për ruajtje të ndryshimeve është e nënkuptueshme se në mesazhin e dhënë duhet të përgjigjemi duke klikuar në pullën Yes, pas së cilës kompjuteri e ruan failin në disk dhe e mbyll librin punues. Faili mund të mbyllet direkt edhe nëse në tastierën shfrytëzohet kombinimi i tasteve Ctrl+F4. Mbyllja e programit. Si dhe në çdo program tjetër për mbylljet e Excelit, në menyn kryesore duhet të zgjidhet opsioni File dhe në menyn rënëse përkatëse nën opsioni Exit për dalje. Kjo komandë mund të jepet edhe para mbylljes së librit punues. Në këtë rast, nëse paraprakisht nuk janë ruajtur ndryshimet në librin punues, para se të mbyllet Exceli përmes mesazhit i cili duket, kompjuteri do të pyes për ruajtjet e tyre. Pas përgjigjes në këtë mesazh, së pari do të mbyllet libri punues dhe pastaj do të mbyllet vetë programi i Excelit. Nëse pas mesazhit të paraqitur nga kompjuteri gjatë përfundimit të punës në Excel, përgjigjemi me no, në disk nuk do të ruhen ndryshimet e bëra në file pas ruajtjes së fundit të librit punues në disk. Kurse nëse përgjigjja jonë është me cancel, kompjuteri do ta ndërpres procedurën e filluar për daljen nga Exceli dhe libri punues nuk do të mbyllet. Hapja e librit të punës. Krijimi i një tabele fillon me hapjen e librit punues të ri, por edhe tabelat që janë krijuar më parë mund të plotësohen me të dhëna. Përkatësisht mund të ndryshohet përmbajtja e tyre pasi të hapen ato. Hapja e librit të punës realizohet, siç është shpjeguar edhe më parë, gjatë hapjes së Excelit, automatikisht hapet një libër punues me anë të opsionit New, i cili gjendet në menyn rënëse të opsionit Office buton të menys kryesore, ose duke klikuar pullën që gjendet në fillim të shiritit standard, shih majtas,
Nëse zgjidhet në opsionin New në pjesën e djathtë të ekranit do të shihet dritarja New Workbook me më shumë opsione të ofruara si nga figura. Nëse zgjidhet në opsionin Blank Workbook, do të hapet një libër punuesi i ri i zbrazët dhe në ekran do të vendoset dritarja e Excelit me hapësirën punuese ashtu siç është paraqitur në figurën e dhënë. Komanda për hapjen e një libri punues të ri mund të jepet edhe përmes tastierës duke shfrytzuar kombinimin e tasteve Ctrl plus N. Hapja e librit punues ekzistues. Libri punues i cili është i vendosur në disk, pasi të jetë aktivizuar Exceli, mund të lexohet nga disk. Përkatësisht, ai mund të hapet në ekran duke zbatuar procedurën vijuese. Kalohet në menyn kryesor të Excelit përmes tastit Alt, zgjidhet opsioni File dhe shtypet tasti Enter. Në menyn rreth se zgjidhet opsioni Open dhe shtypet tasti Enter. Pas kësaj në ekran hapet dritarja me listën e fajlave që gjenden në folderin aktual, për shembull ashtu siç është dhënë në këtë pamje. Në tutje, procedura e gjetjes në disk dhe hapjes së fajlit të librit punues të dëshiruar vazhdon duke kërkuar atë në folderin e diskut ashtu siç është shpjeguar edhe më parë. Për kalim në menyn kryesore, zgjedhet opsioni Office buton, pra ja këto janë disa pamje të cilat u implementuan me anë të shërbimit pak më herët. Për kalim në menyn kryesor zgjedhet opsioni Office buton dhe në opsioni Open, në menyn rreth se përkatëse mund të shfrytëzohet edhe menu, korniza me listën e fajlave e cila shihet nga figura dhe duke përdorur kombinimin e tasteve Ctrl plus O në tastier ose duke klikuar pullën përkatëse që gjendet në shëritin standard sheh martës. Nëse libri punues që duhet hapur nuk gjendet në folderin aktual, për ndrimin e folderit, kursori i miut duhet të pozicionohet në kornizën majtas nga zgjedhjet në folderin aktual ku gjendet pema e mediumeve memoruese të kompjuterit me një pjesë të folderëve brenda tyre. Për shembull, duke u pozicionuar në diskun dhe në folderin ku gjendet fajli, pasi të zgjidhet ai, edhe mund të hapet një dritare e kësaj forme. Hecim në tutje, për zgjedhjen e komplet rreshtave në një fletë punuese duhet me të pozicionohemi në fillim të rreshtit në kolonën ku janë shënuar numrat e rreshtave. Nëse në momentin kur paraqitet një shigjet e drejtuar ka rreshti, klikohet me komplet rreshtin në fal dhe të zgjidhet një lloj, mund të zgjidhet edhe më shumë rreshta, si në pamjen në vijim. I pari dhe i fundit gjatë secilit në tastier duhet të shtypet tasti Shift ose me zvarrit. Pra një lloj mund të zgjidhet edhe më shumë rreshta, përveç një, edhe mund të zgjidhen më shumë rreshta të kësaj dritarie. Plotësisht, një lloj mund të zgjidhen edhe kolona komplete të fletës punues, por duke u pozicionuar në fillim të kolonave që zgjidhen përkatësisht në rreshtin ku janë shënuar shkronjat e kolonave. Pamja e të dhënave. Do flasim në kuadër të programit të Excelit, mund të cekim diçka edhe për pamjen e të dhënave, se si ndryshojnë ato, për shembull, gjatë zvoglimit ose smallimit të dhënave të ndryshme. Këtu janë disa pamje të cilat mund të selektohen disa rreshta apo edhe disa kolona. Pamja të dhënave në fletën punuese mund të rriten ose të zvoglohen duke shfrytzuar tastin Z, sheh majtas. Zakonisht gjendet diku në fund të shëritit të zgjedhjeve apo nga menyja View. Nëse klikohet shigjeta brenda tij, do të fitohet menyja rëndëse nga e cila mund të zgjedhet njëra nga opsionet e ofruara. Nëse për shembull nga opsionet e ofruara zgjedhet opsioni 200%, kjo do të thotë se nga kompjuteri kemi kërkuar ta dyfishojmë pamjen e të dhënave të shkruara në fletën punuese, sepse me 100% nënkuptohet masia e tyre standarde dhe si rezultat do të kemi pamjen e dhënë në këtë rast. Ja pra, prej 100% kemi bërë ndryshimin në 200% dhe rezultatin e kemi si nga kjo pamje. Përqindja në kornizën e pullës Z mund të shkruhet edhe përmes tastierës, kështu për shembull nëse në këtë kornizë shkruhet numri 300, kompjuteri atë e pranon si 300% dhe do ta treshifroj, domethënë pamjen e të dhënave në fletën punuese. Nëse përqindja zgjidhet më e vogël se 100%, kompjuteri të dhënat e shënuara në fletën punuese do t'i paraqes me pamje
të zvogluar. Me rritje ose zvoglimin e pamjeve të dhënave në fletën punuese nuk nënkuptohet edhe ndryshimi i madhësisë së shkronjave ose numrave. Këtë kemi të qartë. Rregullimi i madhësisë së qelivit. Gjatë mbushjes së fletës punuese me të dhëna, problemi i parë që paraqet është rregullimi i gjatësisë së kolonave të veçanta në bazë të dhënave që shkruhen brenda tyre, ose edhe i lartësisë së rreshtave. Do flasim diçka edhe për rregullimin manual. Me rregullim manual të gjerësisë e kolonave me mi duhet të pozicionohemi në shëritin në të cilin janë shënuar shkronjat e kolonave, përkatësisht në vijën ndarëse të dy kolonave, pastaj në momentin kur kursori merr formën e kryqit me dy shigjeta horizontale derisa mbati shtypur tasti i miut, me lëvizjen e tij do të ndryshohet gjerësia e kolonës së majt. Në momentin kur lëshohet tasti i shtypur i miut, ruhet gjerësia e zgjedhur e kolonës, përkatësisht e qelive në atë kolonë. Kështu për shembull, pas ngushtimit të kolonës C, të tabela e produkteve, e cila u përmend më lart, me pozicionim me kursor në vijën ndarëse mes kolonave C dhe D, do të kemi këtë pamje. Pra, ngjashëm veprohet edhe me rregullimin e lartësisë së rreshtave, por këtu kursori duhet të pozicionohet në rreshtin në të cilin janë shënuar numrat e rreshtave, përkatësisht në vijën ndarëse të tyre. Rregullimi i lartësisë së rreshtit mund të fillojë duke shtypur tastin e miut, në momentin kur kursori merr formën e kryqit me dy shigjeta vertikale, edhe në këtë rast, me lëvizjen e miut derisa mbaheti shtypur tasti i majt i tij, do të ndryshohet lartësia e rreshtit mbi vijën ndarëse. Në fund, në momentin e lëshimit të tastit të shtypur të miut, ruhet lartësia e zgjedhur. Kështu për shembull, pas zgjerimit të rreshtit të tretë te tabela e produkteve që u përmend më sipër, me pozicionim me kursor në vijën ndarëse mes rreshtave 3 dhe 4 do të kemi pamje e dhënë. Kjo pra. Dhe në fund me klikim të butonit ose pullës OK në dritaren Format Cells, qelit e selektuara ose rreshta do të formojnë një qelit e vet. Pas shkrimit të tekstit u përmend më sipër edhe në qelin e formuar të rritjes së shkronjave dhe do të kemi një pamje për shembull duke bërë edhe formatizime të tjera lidhur me ndryshimin e rreshtave dhe të kolonave. Për bashkim të qelive të zgjedhura në shiritin e zgjedhjeve Home mund të shfrytëzohet edhe pulla Merging Cells dhe e cila shihet majtas, pra një moment rregullon margjinin e rreshtave dhe tabelën e produkteve javore që e pam edhe më herët. Ja pra, shkojmë në kuadër të punës Excelit, kemi mundësi të ndryshme. Si për shembull, kemi të bëjmë edhe me dritaren e Excelit ekzistojnë edhe pullat komanduese si kjo Undo dhe Redo, cilat shërbejnë për kthim parë dhe rrapa. Pas klikimit mandej në opsionin Rows, shihet nga dritarja në ekran paraqitet korniza White, ashtu si shihet kështu këtu numri 15 paraqet lartësinë aktuale të rreshtave. Mandej kemi gjerësinë e kolonave si në dritarin Column Width. Column Width është dritare e cila paraqet ose si bëhet rregullimi i gjerësisë së kolonave. Në kuadër të dritarës e Excelit ja pra dhe rezultati i dhënë. Ekzistojnë edhe lëvizje në përfletë punuese, për shembull lëvizja me anë të shiritave rreshqetës, dy shirita rreshqetës siç janë majt shiriti vertikal dhe ai horizontal. Kemi mandej mundësi të ndryshme të cilat ofron vetë programi i Excelit, siç janë për shembull në lidhje me tekstin, si nga dritarja e radhës, rrafshimin e majtas, rrafshimi djathtas, centrimi horizontal, mandej me gjitha këto do të thonë kuptojmë rregullim, rrafshim dhe mzim dhe centrim, rregullimit të dhënave në qeli. Llojet e rregullimit mund të jenë të rrafshuara në të majt, të rrafshuara në djathtë, centruara horizontalisht, të rrafshuara poshtë, të rrafshuara lart, centruara vertikalisht, të dhëmzuara, siç shihen domethënë në figurë. Mandej kemi për shembull edhe një pamje e cila e tjera.
Kjo kornizë fitohet nëse nga mënyra kryesore zgjidhet opsioni Home Alignment, shigjetat pas shënimit Alignment, ashtu siç shihet domethënë nga pamja. Mandej nga dritarja e Excelit domethënë nëse rreshti është më lart se lartësia e tekstit që shkruhet brenda një qelije të atij rreshti, kompjuteri tekstin e vendos në fund të qelisë përkatësisht e centron poshtë, por në centrimin lart të tekstit në fjalë duhet shfrytzuar në opsionin Justify. Për centrim vertikal të tekstit në një qeli përkatësisht për vendosje të tij në qendër të rreshtit i cili është më lart, domethënë duhet shfrytzuar opsioni Distribute që është nën opsionin Justify dhe nën opsionin sigurisht OK. Lloji masisë së shkronjave domethënë gjendet nga kjo dritare. Mandej mund të flasim diçka edhe për fontet në kuadër të këtij programi. Lloji i shkronjave se siç thuhet në ndryshe fonti zgjidhet në mënyrë rëndëse e cila fitohet nga klikimi i shigjetës që gjendet në fund të kornizës së fonteve ashtu si nga pamja. Mandej kemi për shembull stilin e shkronjave si nga kjo dritare, ku si shembull i tekstesh janë marrë disa emrat e fonteve përkatëse. Madhësia e shkronjave përveç fontit përkatësisht lloji i shkronjave mund të përcaktohet edhe madhësia e shkronjave duke shfrytzuar si njësi madhëse numrin e pikave. Për këtë qëllim duhet të klikohet pulla me shigjeta që gjendet në kornizën e madhësisë së shkronjave pas së cilës fitohet mënyra rëndëse si në dritaren në VM. Si madhësi e zakonshme e shkronjave merret madhësia dhe deri në 12 pikë. Janë dhënë për shembull tekste me madhësi të ndryshme ku numri i pikave është shënuar nga kolona C dhe madhësia e tekstit mund të shënohet direkt përmes tasierës nëse barabartisht pozicionohemi me kursorin në kornizën e madhësisë së shkronjave. Nuk është të thënë që në kornizë të shënohen vetëm numrat që paraqiten në mënyrë rëndëse, por në të mund të shënohen edhe gjithë numrat e tjerë. Plotësisht një lloj veprohet edhe gjatë zgjedhjes së fontit dhe madhësisë së tij, edhe nëse tabela përmban numra ose simbole të tjera. Ja pra këtu është bërë edhe një ndryshim i fonteve, një stil i fonteve. Për çdo font ka mundësi të zgjidhës njëri nga 4 stilet të cilët zakonisht ofrohen regular, bold, italic, që do të paraqesin në pamjen e VM. Nëse klikohet njëkohësisht dy pullat e përmendura si për regular, bold, italic, për shembull ose të ri, ajo për bold apo dhe ajo për italic, stili përkatës është bold italic. Nëse në shëritin për formatizim klikohet pulla në shkronjën U, nënkupton underline. Mandej zgjidhja njëkohshme e parametrave të fontit. Për zgjidhjen e parametrave të fontit mund shfrytëzohet edhe nën opsioni font të dritarja Home, e cila siç pam më herët fitohet përmes nën opsionit Format Cells. Në mënyrën rëndëse të opsionit font Home të menys kryesore, domethënë nga kjo pamje. Mandej mund të shihet edhe figura dhënë ku njëkohësisht zgjidhet fonti, stili dhe madhësia e fonti, stili dhe madhësia e shkronjave, ja si nga kjo pamje. Përcaktimi i parametrave për më shumë qeli mund të realizohet në stilin regular. Mandej kemi shkruarja me ngjyra e disa të dhënave ose gjitha dhënave në Excel, të dhënat në qeli të veçanta ose edhe në pjesë të zgjeruar të fletës punuese mund të ngjyrosen. Për këtë qëllim shfrytëzohet pulla përkatëse, shemajta e cila përkatësisht gjendet në fund të shëritit për formatizim. Nëse klikohet shigjeta e cila gjendet në fund të kësaj pulle të fitohet korniza me ngjyra të ndryshme nga pamja domethënë në VM, korniza me ngjyra të mundshme për shkruarje, shkrimi. Mandej kemi shkrimin vertikal, në fletën punuese tekstet mund të shkruhen edhe vertikalisht, për shembull kështu siç shihet domethënë nga kjo pamje, dhe në kornizën ku vresht fjala tekst, ato domethënë është mundësia e shkrimit vertikalisht. Shkrimi i teksteve të gjata, tekstet e gjata për shkak të gjatësisë së tyre nuk i nxeqelia mund të kurren ose të shkruhen në më shumë rreshta. Për të kurrje të teksteve shfrytëzohet opsioni Shrink to Fit, i cili zgjidhet me klikim të opsionit përkatës në dritaren Format Cells, ashtu siç është paraqitur domethënë nga në një pjesë under replace, siç shihet. Këtu në kornizën e parë është shënuar teksti Find What, ndërsa në kornizën e dytë domethënë duhet shënuar tekstin cilin e
alkool dhe mund të bëjmë edhe përmes komandës paste ja pra me dritaren e njëjtë të cilën e pamë dhe më herët, rishtat e fshirë, tabela e produkteve, tabela praprake, tabelat jabore. Kjo pra ishte ajo që kisha për të folur rreth këtyre opsioneve të programit Microsoft Excel 2007, pra Valeriana Miftari, dhe kjo është adresa ime zyrtare.